1 prilli është afati i fundit për dorëzimin e deklaratës së të ardhurave për vitin 2024. Detyrimin e kanë të gjithë të punësuarit që kanë patur rrogë mujore bruto mbi 100.000 lekë gjatë vitit të shkuar. Të dy punësuarit dhe ata që kanë të ardhura deri në 50.000 lekë të patatuara të fituara nga të ardhurat nga qira ditore, Airbnb apo Booking. Janë rreth 144.000 individ sipas statimeve që do të duhet të dorëzojnë deklaratën e të ardhurave deri më 1 prill 2025. Deri më 26 mars numëroheshin 85.000 deklarata të dorëzuara. Kush nuk e dorëzon deklaratën gjobitet me 3.000 lekë, të cilës i bashkangjitet edhe interesi dhe kamatavonesa. Plotësimi i kësaj deklarate i shërben administratës tatimore për të bërë kontrolle për evazion fiskal, si dhe për të hetuar pasurinë. Afati i fundit ishte 31 marsi, por drejtoria e tatimeve e shtyu më 1 prill për shkak të pushimit zyrtar nga festa e Fitër Bajramit. Deklarata Diva 2024 gjenerohet e para plotësuar automatikisht me të dhënat e të ardhurave vjetore bruto nga pagat apo shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit për individët, si dhe me përllogaritjen e tatimit mbi të ardhurat nga punësimi. Për të dyja kategoritë, si individ që plotësojnë për herë të parë Diva dhe ata që kanë plotësuar më parë në faqen e tatimeve, do të zgjidhet moduli e-shërbime. Më pas, subjekti do të logohet duke vendosur kredencialet, numrin personal të identifikimit dhe fjalëkalimin.